Tani duhet të dalësh. 1, 2, 3. Eja, s'kush nuk do të vras. Ej, çfarë po ndodh këtu, a? Këta dy aladarët e vegjël nuk kam pirë asgjë, por më duket se kam frikë nga unë. E kush nuk do të kishte, ti je shumë i frikshëm. Dilni jashtë, djema. Mos u trëmni, pa frikë, është vetëm një top beqime. Po, dhe jam krenar. Eja nisi u gjena i pa kuj. Këtu. Tani vendosni këmbët edhe shtypni fort. Hej, prisni mjaft, mos u zini. Se nuk punoni bashkë, ha? Si një skuadrë e vogël. Gati? 1, 2, 3. Shtype! Të lumë, suri. Atëhere, ku i keni prindrit? Shumë nga ne jam vetëm tashmë. Me sa shoh të pëlqejnë fëmijët. Jo, ata të doptit nuk më pëlqejnë. Jam Aledari, dinosauri budalla. Oh, ju kërkoj ndjes për atë. Ndoshta ke të drejtë. Papa, s'qo. Pse ndihmove atë plakën? Po çfarë të bëja? Ta lija pas? Ai shikim do të thotë se... E po është e pashmangshme. Nuk mbjeton nëse nuk je... I forca duhet. E pra... Po. Ky është mendimi yt? Apo i vllait tënd? Po ja, tani gjithçka është ndryshe. Nuk di më se ç'të mendoj. Dgjoj, Nira, nëse ndihmojmë njëri tjetrin, do të kemi mundësi më shumë të arrijmë në tokat e kovas. Më duke shumë i sigurt. Jo dhe aq. Po për këtë gjë jam. Pra... ujë. Po të nxjerr pak ujë. Mund ta provoj? Sigurisht, mjafton të shtypësh. Më fal. Jo, më fal ti. Njëri e hodhi. Po, këti tjetër si do t'ja bëjmë?